Big Brother Kosova vazhdon të mbetet një nga reality show më të komentuar dhe më të ndjekur në vend, pikërisht për shkak të situatave të forta emocionale, presionit psikologjik dhe konflikteve të hapura mes banorëve. Një nga momentet më të diskutuara brenda shtëpisë ka qenë përplasja mes Albës dhe Fjollës, e cila tregoi qartë se sa i madh është tensioni dhe sa larg mund të shkojë presioni në një ambient ku çdo gjë ndodh para kamerave. Situata u përshkallëzua kur Alba, e vendosur në një presion të madh emocional dhe strategjik, ju drejtua Fjollës me fjalë të ashpra, duke i përmendur zarfin e zi dhe duke thënë se njërin e nxora me zarf të zi. Të nxjerr edhe ty. Kjo deklarat nuk ishte vetëm një kërcënim strategjik brenda lojës, por edhe një shprehje e fuqisë që Alba ndjente se kishte në atë moment. Mëtej, momenti u bë edhe më i rëndë kur u përmend shprehja "una të rah live", një fjali që tronditi jo vetëm banorët brenda shtëpisë, por edhe publikun jashtë saj. Reagimi i Fjollës ishte po aq i fortë dhe domethënës. Ajo u shpreh hapur se nuk jeton për kamera dhe se nuk ka frikë nga presioni apo nga kërcënimet. Fjolla tha qartë se nuk jetoj për kamera, duke treguar se për të dinjiteti personal dhe vetvetja janë më të rëndësishme se sa loja apo fama momentale. Ky qëndrim e bëri atë të fitojë simpatinë e një pjese të madhe të publikut, i cili e pa si një person që nuk dorëzohet përballë presionit psikologjik. Ky konflikt tregon qartë thelbin e Big Brother Kosovës, një eksperiment social ku karakteret reale dalin në pa nën stres ekstrem. Izolimi, mungesa e privatësisë dhe dëshira për të qëndruar sa më gjatë në lojë krijojnë situata ku emocionet shpërthejnë dhe fjalët shpesh kalojnë kufi. Alba përfaqëson lojtarin strategjik që përdor presionin dhe autoritetin për të dominuar situatat, ndërsa Fjolla përfaqëson rezistencën emocionale dhe refuzimin për të nënshtruar. Big Brother Kosova, përmes rasteve si ky, hap debat të madh në shoqëri. A është e pranueshme që